Kënaqur me epilogun, i kënaqur edhe me rezultatin edhe me lojën, përveç 10 minutave para ku kishim disa probleme në mbrojtje, pastaj morëm masa dhe besoj se ishim dominuar gjatë gjithë takimit. Në një teren si ky, edhe me një bashkim që natyrisht kërkonte dhe kishte llogaritë veta, të duk mirë skuadra vendosur dhe bindur për të marrë natyrisht atë që kërkoni. Po, patjetër më pëlqeu skuadra se si e konceptoi lojën, krijuam domethënë shumë raste, gjithmonë është kënaqësi të luash në këtë stadium këtu. Tradicionalisht Shkëndija duket mirë në këtë fushë këtu, edhe loja bashkimit është lojë e hapur, lojë që për gol më shumë dhe ato mundsojnë më shumë hapësira dhe i përgëzoj për kampionatin që ka bërë, kurse ne besoj që me 3 pikë mbyllën kampionatin, kjo është më e rëndësishme. Natyrisht ashtu si me dritën ku në terren ne kërkojmë fitore dhe kemi llogaritë tona, por ajo që po ndodh në tribuna si këtu si në Prishtinë duket se këtë periudhë na janë përshtatur ca gjëra për të shijuar fullat ndjenjën e vllazërisë, qoftë në Kosovë me vëllezërit kosovar, qoftë në Komanov me Komanovar. Janë tifozori shumë të bukura dhe shumë të mira si tifozët tonë ballistit që dihet se kudo që shkojnë krijojnë një atmosferë fantastike, edhe këtë vit na kanë përkrahur shumë pavarësisht se në momente të veçanta ne kemi zhgënjur tifozët, por duhet mundohemi të harrojmë momentet e këqija dhe të bëjmë analizën dhe mësojmë ato, kurse gjithashtu edhe gjatë këtij viti kemi pasur edhe shumë momente të mira. Unë personalisht dua t'i falenderoj gjithë tifozët për përkrahjen, pavarësisht se ka pasur disa momente që ato edhe me drejtën e tyre të Zotit kanë kritikuar, por kjo është normale në futboll. Unë besoj që sa i përket kampionatit pranverë kemi një Shkëndijë shumë serioze, shumë të fuqishme se Shkëndija që ishte tani gjatë vjeshtës. Për të patur një përfundim duhet një analizë pak më e thellë, por në këtë moment, pasi edhe zyrtarisht është mbyllur gjithmonë sezoni vjeshtor në kampionatin vendor, si është i kënaqur me këtë, kemi mundur më shumë apo thjesht Europa mori haraçin e vet? Normalisht se nuk jam i kënaqur, normalisht se Shkëndija duhet të jetë akoma më lart, kemi bërë 2-3 gabime të cilat nuk na falen, të cilat na kushtojnë tani. Edhe përqendrimi në momentet të veçanta ka qenë i dobët për shkak të ndeshjeve të Europës, besoj që në pranverë gjithçka do jetë ndryshe dhe me besimin e plot besoj që Shkëndija do rihap kampionatin përsëri dhe do luftoj për titull deri në fund.